14 shkurti njihet si dita e të dashuruarve, ku përveç dashurisë këtë ditë e bëjnë të veçantë edhe dhuratat që partnerët i shkëmbejnë me njëri tjetrin. Ndër dhuratat më kryesore të kësaj feste janë lulet apo simbolet me dedikime dashurie. Përveç buqetave nuk kanë munguar edhe kompozimet e ndryshme me arusha, me trëndafila të balsamosur, me punime të thata. Janë gjëra të bukura të veçanta, ndoshta kompozimet në formë zemre, me çokolata, me gjëra të ndryshme të cilat e personifikojnë pak më shumë këtë ditë. Është një ditë e bukur dhe e gëzuar për të gjithë, për sa i përket faktit që festojnë dashurinë në mes njëri tjetrit dhe festojnë në mënyrë shumë të bukur. Kështu që dashuri të kenë edhe t'ju dhurojnë sa më shumë jo vetëm këtë ditë, por në çdo ditë të vitit njëri tjetrit. Dita e 14 shkurtit ka filluar që në datën 11. Që në datën 11 të gjithë njerëzit kanë filluar bëjnë dhurata për të dashurit e zemrës, ndërsa sot duket që ka më shumë fluks se çdo ditë tjetër. Dhe duket që qyteti tonë është shumë i dashuruar. Më shumë kanë mbizotëruar plakat me shkrime, me simbolizime, unazat me shkrime, personalizime, gjëra të veçanta të cilat ne i bëjmë vetë këtu në dyqan. 14 shkurti, dita e Shën Valentinit, ka fituar gjithnjë më shumë popularitet si një ditë speciale për të dashuruarit. Para do të dhuroj dashurinë shpirtërore, pastaj një varse, një bruzilik, një unaz, urimi është për të shqiptarët. Akzoj Shën Valentinin, të kenë dashuri, harmoni në çift, edhe këtë familjes shëndetshme. Në këtë ditë të shënuar për Shën Valentinin, i vendosim një unaz floriri. Ju urojmë të gjithëve dashuri në këtë ditë të veçantë, Shën Valentinin. Çfarë dhuratë morët në këtë ditë të shënuar? Një unaz shumë të bukur, po nuk është vetëm sot Shën Valentin, është gjithë tjetër. Ju vetë çfarë dhuruat? Një varse do të dhuroj. Edhe pse festohet kryesisht nga të dashuruarit, 14 shkurti është bërë dita për të shprehur dashurinë dhe vlerësimin për njerëzit e afërt në jetën tonë.